se programin pëlqen magan. Pra, tani mor zotëri, pëlqej magen apo s'pëlqej magen, por ne kemi qenë në vitet 90 partia taksave më të ulta në Europë. Kemi qenë parti e çështjes shqiptare në një kohë kur të shqiproje këtë fjalë ishte herezi. Por ne shqipronim se ishte e vërtet. Ishte e vërtet çështja kombëtare duhet zgjidhje. Nuk e kishim krijuar ne, por ne nuk mund të bënim të paditur, se nuk ekziston. Dhe koha na dhanë të drejtë. Dhe çështja shqiptare u bë një çështje botërore. Dhe mori ato zgjidhje që mori, ku ne kemi kontribute si shtet, si vend, si kombë. Pra, por edhe nga ana tjetër, Donald Trump ka programin e tij, i cili në tërësinë e tij është një program i forcave konservatore të qendrës djathtë dhe në vlerësimin tim nuk ka asgjë antipredimore. Po më thoni mua si e vlerësojnë antipredimor tani këtë. E majta dhe ekstremi majt. Shumë thjesht. A e dini ju çfarë thot ligji? Nuk po hynë se ligji është ligji më i keq i votuar në ndonjë vend të planetit. Sipas këtij ligji, rikthehet gjahu stalinist i shtrigave. Në çfarë formë? Në qoftë se një punojës, në qoftë se dikush t'akuzon ty se më diskriminove mua për arsye gjinore, atëherë ti do faktosh, jo ky që t'akuzon, po ti që akuzohesh do faktosh për ndryshe do dënohesh, që se ke diskriminuar për ndryshe do dënohesh. Po kjo është përmbysje. Këtë e bëri ekstremi majt Shtetet Bashkuara, ndaj dhe dilte ajo i thoshte me ke përdhunuar. 32 vite para. Dhe o burra 300 milion gjoba ati, presidenti. Po, kjo është e vërteta, kjo është ligji. Në qoftë se është për të pranuar gjëra të tilla, po të pranojmë kurrë. Jo më kurrë. Mirë po, pse u tregova këto? Se kam shtetje, narkoshteti, diktatura autoritare, Edi Rams kam shtetje, mbështetje të fuqishme. Çfarë do bëjmë ne? Çfarë do bëjmë? Do qëndrojmë në emër të interesit të qytetarëve shqiptarë dhe të vendit, apo do pranojmë vdekjen para syve tonë të këtij vendi? Gjerë në vitin 2024, janë larguar vetëm në hapësirën europiane dhe se keni ndëgjuar ndonjëherë. Nuk ka njeri që ta shqiprojë këtë, ndonë se është e dhënë europiane. Ndonë se është e dhënë e Eurostatit. Sipas mbështetësve të Edi Rams, ai shkëlqen dhe ka bërë gjëra të jashtëzakonshme, në fakt po ka bërë. Ka bërë gjëra të jashtëzakonshme dhe ka shtruar Shqipërinë në platformën më të rrezikshme të drogës, të parave të krimit, të largimit të shqiptarëve nga Shqipëria. Këto janë gjërat e jashtëzakonshme dhe unë e garantoj. Cilin do? Se do qëndrojmë
palë kundër në mbrojtje të atyre vlerave të demokracisë, të votës lirë, të fjalës së lirë, të anticensurës. Ligji që kaloi fut censurën. Fut censurën. Në qoftë se ti shpjegon, në qoftë se Prifti, Hoxha, apo Dervishi, shpjegojnë familjen sipas mësimeve të librave të shenjtë, ata dënohen, ata gjobitën. Sepse ato përcaktojnë gjinin, mashkull femër, të ardhë në shekuj dhe 1000 vjeçar, kurse kjo s'mund bëhet më. Nuk jam këtu për të bërë analizë e ligjit, por jam këtu për të u thënë ju edhe për të sqaruar çdo shqiptar që ne nuk mund të tërhiqemi kurrë. Cili do të jetë çmimin e duhet ta paguajmë. Përndryshe, Edi Rama është i aftë të bëjë çdo koncesion që të marrë epitete i shkëlqyer i jashtëzakonshëm. Nuk do të impresionohen shqiptarët. Shqiptarët duhet të qëndrojnë besnik të interesave të tyre. Se këto janë absolutisht deklarata absurde. Absurde që s'ka në asgjë përbashkë me realitetin shqiptar, minimumi kjo. Ne po varfrohemi çdo vit. S'po e themi ne, po e thot Banka Botërore. 41% e shqiptarëve janë të varfër ose rrezik varfërie. 57% e tyre mezi nuk e mbyllin dot si duhet muaj. Dhe rrofse Edi Rama se voton ligje të tilla. Vlerësht shumë e madhe të garantosh qytetarëve tu jetë me dignitet, të shpërblesh djersën dhe mundin, të krijosh vende pune dhe të mos braktisin në egzoda biblike një vend të bekuar si Shqipëria. Thash dhe njëherë, regjimi çdo javë, çdo muaj bëhet më opresiv. Shikoni, çfarë ndodhi me skandalet e fundit. Çfarë do thotë qëndrimi i Edi Ramës? Kemi bërë ç'të duam, ç'kemi dashur të bëjmë ç'të duam. A ka gjë më të paimagjinueshme se 100 milion taksat qytetarëve shqiptarë të menaxhohen me SMS, të menaxhohen shkallëve, të menaxhohen skutave, sikur ky shtet s'ka asnjë ligj, sikur ky shtet s'ka asnjë rregull, sikur ky shtet është vetëm pronë e lubis dhe Edi Ramës, që mund bëjnë ç'të duan, që mund vendosin ç'të duan. Për të vjedhur, jo 50, s'është e vërtet, për të vjedhur të paktën 100 milion tunel në Llogaras, anulluan tendrin me ofertë 130 milion. Tani ai shkon 230 milion. Kanë ngrënë urat, kanë zhduk urat. 20 milion dy ura, s'ekzistojnë. Tuneli është katastrofal në cilësi. Është i pakolaudur. Nga i gjithë komisioni ka firmos vetëm një. Nuk ka çeliku. S'ka si garanci. Ky është tuneli i tyre. Dhe janë vend se t'jap dorëheqje dhe shkojt
e penduar t'i thot drejtësisë se çdo gjë e kam bërë me urdhër të Edi Ramës, qendrokratisë e kërconi, thot unë, jam me mbesa serial killerit, nuk jam Erion Veliaj, të marrë me vete, edhe kjo është e vërteta, edhe ndaj ai u detyrohet ta mbajë në krah. Aeroporti Vlorës, e njëjta gjë, i njëjti skenar. Duhet të falënderojmë zotin Pacolli, që u tregoi shqiptarëve cili ishte tendri dhe skenari. Sa thoni ju? U nis me 105, gjerë tani është 140, do shkoj 180, këtu do ini. Dhe, jo vetëm kaq, qytetarë shqiptarë do paguajnë 10 vitet e para fiks 140 milion euro biletat mungura. A mund sillet kush? A mund sillesh në një vend? A mund sillesh kund në një mënyrë të tillë ndaj qytetarëve të vendit tënd, ndaj shtetit tënd, ndaj vendit tënd, siç bën kjo dyshe famzez? Pra, tuneli i pa kolaudur, s'kan firmos. Pista, thot ky, është jashtë standardeve, nuk e marrë, thot, në dorëzim. Parat ku janë? Parat janë në kontot e atyre. Unë ndalë